بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me emrin e Allahut, gjithë mëshirshmit mëshirëtotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, krijuesin, furnizuesin, falësin, mëshiruesin. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë. Paqja qoftë mbi Husejnin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Husejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Husejnit, paqja qoftë mbi shokët e Husejnit. Allahu i madhruar në Kur'anin e shenjtë në surën Al-Anfal ajeti 24 na thot: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit kur ju thërret drejt asaj që ju jep jetë. Për sot, me ndihmën e Allahut, kemi përcjellur pra temën të mësojmë nga profeti dhe ehli bejti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta. Në ligjëratën e tjeshme folën rreth temës ehli bejti, shembull për të gjithë muslimanët, dhe sqaruam pra se është detyrë e të gjithë muslimanëve që besojnë në Allahun e vetëm e të pashoq, besojnë në profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të marrin shembull familjen e tij të pastër e të lirë. Sot pra do të flasim të mësojmë nga profeti dhe ehli bejt. Ajeti që situam më lart, ajeti 24 i surës Al-Anfal, është një ajet i mrekullueshëm. Dhe të gjithë në sot kemi nevojë për ta praktikuar, për ta zbatuar këtë thënie të Allahut të krijuesit tonë në jetën tonë të përditshme. Pra Allahu na thot: o ju që keni besuar, është një thirrje për të gjithë besimtarët. Përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit kur ju thërret drejt asaj që ju jep jetë. Sot, ku teknologjia ka arritur në kulmin e saj, njerëzit janë të dhënë pas kësaj jete dhe fatkeqësisht e kanë harruar anën shpirtërore, ky ajet është zgjues nga gafleti, nga pavamendshmëria ku ne kemi rënë. Duhet të zgjohemi pra nga gjumi i gafletit dhe të drejtohemi drejt asaj që na jep jetë, drejt asaj që na çon tek Allahu i madhruar. Padyshim që profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, familja e tij e pastër, pra ehli bejti, paqja qoftë mbi ta, janë të dashurit të Allahut të madhëruar. Nëse duam që të jemi ne për të dashurit të Allahut, atëherë le të ndjekim rrugën e tyre të drejtë të qartë. Rruga e profetit dhe rruga e ehli bejtit është rruga që na çon drejt asaj që jep jetë, është rruga e cila e ruan shpirtin dhe zemrën nga çdo e keqe, sepse rruga e profetit dhe rruga e ehli bejtit
është rruga e Kuranit. Rruga e Kuranit është rruga e Allahut të Madhëruar. Ne jemi pra krenar që kemi për udhërhyes, udhëzues profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, familjen e tij të pastër. E falenderojmë Allahun i cili pra na ka mirësuar dhe na ka begatuar me shkollën, pra medresen e madhe e të pastër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nga e cila ne duhet të mësojmë kuptimin e vërtet të jetës, qëllimin, pse kemi ardhur dhe ku do të shkojmë. Të dashur vëllezër dhe motra, të gjithë ne duhet të mësojmë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i biri Abdullahut dhe i Emines, që të jemi mbartës të moraleve të larta. Allahu i Madhëruar thot në Kuranin e Shenjtë: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Se ti vërtet je në skajet më të larta të moralit, të ke virtyte madhore, o i dërguar i Allahut. Ne duhet të mësojmë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si të pajisemi me virtyte madhore, me morale të mira e të larta, sepse si thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam: "Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq." Jam dërguar vetëm të plotësoj moralet e mira. Sot në këtë kohë kemi nevojë për këto. Thënit e profetit Muhammed, sepse thënit e profetit janë ilaçi më i mirë shërues për sëmundjet e zemrës dhe të shpirtit. Moralet e larta e afrojnë njeriu te Allahu i Madhëruar. Moralet e larta e bëjnë njeriu të dashur tek Allahu dhe të dashur tek njerëzit. Dhe këto ti mësojmë pra nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ta kujtojmë profetin ton të dashur në çdo kohë dhe të jemi zbatues të sunetit të tij, dhe jo ta kujtojmë thjesht vetëm me 12 Rabiul Awwal apo me 17 Rabiul Awwal, ditën e lindjes që është një muaj që i thonë hëna e Mevludit, e më pas ta mbyllim faqen e kujtimit të profetit dhe kur vi Mevludi tjetër. Ta kujtojmë pra. Jo, profeti duhet të kujtohet në çdo kohë, në çdo moment. Mësimet e tij duhet jenë të kristalizuara në qenjen tonë, në mendjen tonë, në zemrën tonë dhe në shpirtin tonë. Ai ishte pra Kurani i Forës. Të mësojmë për profetit se si është duku ignorancë që mbulonte të gjithë gatishëm në arabik në atë kohë. Se si është duku fanatizmin, diskriminimin, i cili vetë profeti ka thënë, nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit, mes të bardhit e të ziut, veçse me takua, me devotshmëri. Ai ishte pra që luftoi diskriminimin. Të mësoj pra nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mirësi, respektin dhe dashurin për të tjerë. Para se të vinte profeti Muhammed, bota ishte një trup pa shpirë. Ishte ekzistenca e errët. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me anë të fjalës së Allahut, Kuranit të Shenjtë, arriti të zgjojë shpirtrat e njerëzve dhe të ndriçojë mbar botën me dritën e besimit, me dritën e mesazhit, pra me fjalën e Allahut të Madhëruar. Në vend të ignorancës, ai pra vendosi dijen dhe në vend të diskriminimit vendosi pra respektin, dashurinë, harmoninë dhe bashkëpunimin në mesin e njerëzve. Të kujtojmë profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kur ai shkoi në Taif për të thirrur njerëzit e asaj zone në Islam, mirëpo
banorët e Taifit të nxitur nga idhujtarët e Mekës, ata nxorën fëmijët e tyre dhe e goditën me gur, me çfarë kishin profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, derisa ai u gjakos dhe ul në hijen e një peme dhe ju lutë Allahu të madhëruar. Po me çfarë lutje? A ju lutë për shkatërim? Asë dhe një herë. Lutja e tij ishte Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. O Zotim, udhëzoje popullin tim sepse ata nuk e di, pra nuk e di të vërtetën se kush jam unë, çfarë qëllimi kam. Pra të mësojmë nga profeti, pra që ne ta mëshirojmë njëri tjetrin, ta dua pra njëri tjetrin. Pra kjo ishte lutja që bëri profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur banorët e Taifit pra e goditën me gur apo me përzumë. Të mësojmë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se si ai sillej me njerëzit e tjerë, qofshin edhe jo musliman. Transmetohet se një jahudi gjithmonë hyrte pisloj që në nuk sa po kalon të profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë për ditësh, profeti duke kaluar me shokët e tij u habit se nuk pa as pislëqe dhe as atë jahudiu nuk e pa më rrugë. Dhe edhe i tha të shokëve të vet, me sa duket sot miku jon nuk na pas ka nderuar me ardhe që të na respektoj me hedhjen e pislëqe, me shakar. Mirë po kur u larguan, profeti Muhammed edhe të nesmen përsëri po e njëjta gjë. Profeti urdhëroi shokët, tha, të shkoni dhe të merrni vesh se çfarë ka ndodhur me këtë njeri. Kur shkuan shokët tek shtëpia e tij, Jahudiu pyetën, e panë pra që ai ishte smur. E lajmëruan profetin, i thanë që Jahudiu është smur i dërguari i Allahut. Menjëherë profeti i tha, qohuni do të shkojmë ta vizitojmë në shtëpinë e tij. Dhe ashtu bën. Së bashku me shokët e tij u nisën dhe shkuan në shtëpinë e Jahudiut. Sapo hyri profeti në dhomën ku Jahudiu, kur e pa profetin Jahudiu, e ktheu kokën në një anë. Nga turpi. Sepse ai e dinte se çfarë i kishte bërë profeti. Por profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me të moralet e larta të tij, i shkoi, e përshëndeti edhe i uroi shërim të shpejtë për Jahudiun. Kur i dëgjoi fjalët e profetit, Jahudiut i lotuan syt dhe aty pranoi edhe Islam. Pra, ky ishte profeti Muhammed. E të tjera pra historitë që përmban ose sqarojnë personalitetin e lartë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të mësojmë nga Imam Aliu alayhis salam durimin, sakrificën, drejtsinë, devotshmërinë, besnikrinë dhe vetëpërmbajtjen nga kjo jetë. Ai pra ishte më i drejti, aqdakum Ali, më i drejti juaj në gjykim është Aliu, më i devotshmi, më trimi, më durimtari. Vetë Imam Aliu alayhis salam ka thënë, sa asbiru hatta ya'juzu sabru an sabr. Unë do duroj deri në atë masë sa që edhe durimi të bëhet i padurueshëm ndaj durimit. Dhe kjo është një gjë mjaft e madhe. Kur erdhe në pushtet
Imam Aliu a.s. shkoi në Thesalbajtsen e muslimanë. Dhe sa po hyri, tha o ti e verdh dhe o ti e bardh, shkoni mashtroni tjetër kam. Pra kishte fjalën për floririn dhe argjendin që gjendej brenda në Thesalbajt. Ose në një thënie të tjetër ka thënë ja dunja inni tallaqtuki thalathan. O dunja, unë të kam divorcuar 3 herë. Pra nuk ka kthim, nuk jam pra prej atyre që të lakmojnë ty o dunja. Ky pra ishte Imam Aliu. Të mësojmë devotshmërinë, pra vetëpërmbajtjen ndaj lakmive, ndaj kënaqësive të përkohshme të kësaj dyne. Vallë, a jemi të tillë ne sot? Ne që pretendojmë, që themi jemi prej ndjekësve të Imam Aliut, vallë, ne e ndjekim me vepra apo thjesht vetëm me fjalë? Të mësojmë nga zonja e grave të botëve, Fatima Zahra, e bia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që të kërkojmë të drejtën tonë, edhe nëse jemi të rënduar me plagë. Ashtu si që kërkoi Hazreti Fatimeja të drejtën e prisit të besimtarët të Imam Aliut alayhis salam. Të mësojmë prej saj përkushtimin, respektin dhe dashurinë bashkëshortore dhe familjare. Dhe jo më kot, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë Fatimatu sayyidatu nisa'il alamin. Fatimeja është zonja e grave të botëve. Të gjitha gratë muslimane, të gjitha motrat besimtare duhet ta marrin shembull vajzën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në jetën e tyre, bashkëshortore dhe familjare. Të mësojmë prej asaj zonje të madhe, e cila asnjëherë nuk lutej për veten e saj. Derisa një natë i biri i saj Imam Hasani alayhis salam e dëgjoi në një natë ku lutej në namazin e natës dhe ajo lutej vetëm për muslimanët, për të tjerët. Imam Hasani tha, o mama ime, o nëna ime, po të dëgjoj që lutesh më shumë për të tjerët dhe jo për veten tënde. Dhe Hazreti Fatimeja alayhis salam i tha, ja bunej, al-jaru thumma ad-dar. O birim, në fillim fqinji, pastaj shtëpia. Pra kjo ishte pasonja e madhe. Të mësojmë pra prej saj se si rriti dhe edukoi fëmijët e saj. Imam Hasani, Imam Husaini, të cilët janë zotëri e të rinjve të banorëve të xhenetit. Të gjitha nënat dhe motrat besimtare të mësojmë pra si të rrisë dhe të edukojmë fëmijët e tyre me frymën e dashurisë për Allahun, e dashurisë për profetin, e dashurisë për Kur'anin, ashtu siç vepronte zonja Fatima Zahra alayhis salam. Të mësojmë nga Imam Hasani, biri Imam Aliut alayhis salam, i cili është quajtur bujari i Ahlul Bejtit, Karimu Ahlul Bejt, që të jemi pra bujar, të jemi solidarizues dhe përkrahës të nevojtarëve. Të mësojmë nga ai se si të mbajmë premtimin dhe si të ndreqim çështjet në të cilat kanë mirësi e dobi për vëllezërit muslimanë dhe për Islamin, ashtu siç bëri pa Imam Hasani alayhis salam, i cili për hir të Islamit, për hir të ruajtjes së gjakderdhjes së muslimanëve, ai bëri pra edhe marrëveshje, pajtimi me Muavin, me qëllim që të ruante gjakderdhjen e muslimanëve. Të mësojmë pra nga ky njeri imam nga Imam Hasani alayhis salam se si ne të ndreqim çështjet tona, se si pra të jemi solidarizues me të tjerët.
Të mësojmë nga imami dëshmor, të cilin e përkujtojmë në këto ditë, nga Imam Husejni alayhis salam, i biri Imam Aliu. Të mësojmë për ti që të jemi krenar dhe të pamposhtur, të mos gjunjëzohemi para të këqijave, para padrejtësisë dhe të padrejtëve, por gjithmonë të jemi krenar dhe të fortë. Të mësojmë për Imam Husejnin se si të sakrifikojmë për të përhapur fjalën e Allahut, Kur'anin dhe mesazhin e pastër islam. Të mësojmë për ti, për Imam Husejnin, se si pra të triumfojmë ndaj padrejtësisë dhe të padrejtëve. Të mësojmë për zonjës së madhe Zeynep, e bia Imam Aliut alayhis salam, se si të vazhdojmë rrugën e sakrificës dhe të përcjelljes së mesazhit, edhe nëse jemi robër të armiku, ashtu si të veproi pra e madhe Zeynep në pallatin e Jezidit, kur i morën pra robina dhe të lidhur në zinxhir nga Kerbelaja për në Damask. Atë së bashku me gratë të tjera të familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të mësojmë nga Abul Fadl Abbas, i cili njihet në trojet shqiptare si Abbas Aliu. Në këtë ditë shikojmë që shumica, shumë pra prej besimtarëve bektashan ka shkuar për vizitë në malin e Thomonit. Por të mësojmë nga ky personalitet i madh, nga Abul Fadl Abbas Aliu, të mësojmë premtimin, besnikrin dhe përkrahjen e vëllezërve të dashur dhe mosbraktisjen e prisit, ashtu siç bëri Abul Fadl Abbas alayhis salam. Edhe pse e gjymtuan, i prenduar, ai sakrifikoi deri në fund të jetës së tij për hir të Islamit dhe për të mbrojtur prisin e drejtë të Islamit. Të mësojmë nga shokët dhe përkrasit e Imam Husejnit alayhis salam në Kerbela, të mësojmë pra besnikrin. Ata kur pra nuk e tradhtuan Imam Husejnin. George Jordan, dietar dhe letar i krishterë libanez, ka thënë, kur Jezidi përgatiti njerëzit për vrasjen e Husejnit dhe për gjakderdhje, ata thoshin, ta njerëzit që përgatiti Jezidi, sa para na jep. Kurse për krasit e Husejnit thoshin, sikur të vritemi 70 herë, ne jemi të gatshëm që të luftojmë me ty dhe të vritemi përsëri. Pra kjo tregon besnikrinë e lartë. Të mësojmë për nga ta burra se si të jemi besnik ndaj familjes, ndaj shoqërisë, ndaj Allahut, ndaj të tjerëve, ndaj amanetit. Pra të mësojmë për tyre. Të mësojmë nga Imam Zainul Abidin, Imam Sajjad alayhis salam, Aliu i biri, Imam Husejni, se si t'i lutemi Allahut të madhëruar. Të lexojmë librin Sahifa Sajjadiyya, kemi edhe në shqip, është në faqen tonë pra të internetit dritaehlibetit.com. Ti lexojmë ato lutje madhështore të Imam Zainul Abidin alayhis salam, i cili përndiqe nga dinastia me vite dhe ndalohej që të përcjellte mesazhin islam drejt për së drejti, dhe ai përdori metodën e lutjes për të përhapur mesazhin e gjyshit të thirrur profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, të mësojmë nga Imam Zainul Abidin, i cili quhet pra Sayyidu Sajidin, zotnia e atyre që rrinë në sejdë, sepse ai rrinte për një kohë të gjatë në sejdë me ballin e tokë për Allahun e madhëruar. Të mësojmë pra prej tij se si të lutemi kur jemi në mirësi dhe kur jemi në vështirësi, kur jemi në fatkeqësi dhe në zemrim. Të mësojmë nga Imam Bakr Muhamedi i biri Aliut se si të mësojmë e të nxëmë dije. Feja islame është feja e dijes. Fjala dije
al-ilm, me të gjitha pjesët e saj, përmendet në më shumë se 900 herë në Kuranin e shenjtë. Dhe kjo tregon se Islami pra është fe e dijes. Të mësojmë nga Imam Muhammad Baqir a.s. se si ne të nxëmë dijes, se si të përftojmë dijes, se si ta përhapim dijen. Ai pra ishte themeluesi i qendrës së parë arsimore të dijeve islame në Medinë. Të mësojmë nga Imam Jafar Sadiq a.s. se si të jemi të vërtetë në fjalë dhe në vepra. Imam Sadiku a.s. e vazhdoi misionin që nisi babai i Imam Bakr, i cili themeloi pra qendrën e madhe arsimore, studiuese islame. E zgjeroi pra qendrën e dijes. Te ky imam i nderuar pra kanë studiuar shumë dietar, dhe ndërta ka qenë edhe Imam Abu Hanife, ka qenë Imam Anas ibn Malik, Sufjan ibn Thauri, e të tjerë, që ka studiuar në shkollën e Imam Sadiq a.s. Të mësojmë nga Imam Sadiq, i cili ka thënë, jini ftues në rrugën tonë, jo vetëm me gjuhën tuaja, por edhe me veprat tuaja. Të mësojmë për Imam Sadiq se si ne të dialogojmë, të diskutojmë me ateistët, me të pafetë, me filozofët, me shkencëtarët, me mjekët, ashtu si vepronte Imam Sadiq a.s. Të gjitha këto diskutimet, dialogje, gjendet tek libri që ne kemi përkthyer dhe gjendet pra në faqen tonë të internetit, Imam Jafar Sadiq a.s. Të mësojmë nga Imam Musa Kadhim, i biri i Xhaferit, paqja e qoftë mbi të, se prangat, burgu dhe torturat janë revolucion përballë tiranisë. Të mësojmë prej tij se si ta mposhtim zemrimin, Kadhi Mulghaj ishte pra mposhtës për typësi zemrimi, nuk e shfaq të kur. Të mësojmë nga Imam Rizai a.s. që të jemi të dashur, bujar, për krahas të nevojtarëve dhe të jemi të kënaqur me atë që na është saktuar nga Allahu i madhruar. Të mësojmë se si pra ta largojmë brengën dhe zemrimin apo hidhrimin. Të mësojmë nga Imam Xhavadi Muhamedi i biri Aliut se udhëheqja dhe dija nuk janë të kufizuara me moshën, i cili në moshën 7 apo 8 vjeçare, si thuhet në transmetime, unë në tubimin në mesin e dietarëve që ftoi pra dinastia Abaside në atë kohë, dhe për një pyetje që u bë Imam Xhavadit a.s. në atë kohë, ai e zbërtheu dhe nga kjo pyetje nxorri 20 pyetje të tjera, duke i pyetur të pranishmit. Dhe të gjithë e pranuan pastaj që është më i dituri dhe Allahu e di se ku e vendos pra mesazhin e tij. Të mësojmë nga Imam El-Hadi, Aliu i biri i Muhamedit, paqja e qoftë mbi të, që të jemi të qetë, të devotshëm në veprat tona. Të mësojmë pra, sepse ai ka thënë, mos u bëj mik i Allahut në dukshmëri dhe armik i tij në fshehtësi. Sa të shumë janë pra sot të llojit, Allahu na ruaj. Të mësojmë pra Imam Askeriut, Hasani i biri Aliut, që të ruajmë amanetin dhe të mos zbulojmë sekretet e tjera dhe të tjerë. Të mësojmë nga Imam Mehdiu, Muhamedi i biri Hasanit, Allahu e shpejtoft ardhen, të mësojmë pra pritjen, të mësojmë durimin, derisa të vijë vendimi i Allahut. Vërtet, Imam Mehdiu pret urdhrin nga Allahu për ardhen, dhe të gjithë muslimanët pra besojnë në ardhen e këtij shpëtimtari, i cili do ta mbush tokën me drejtësi e mirësi, pasi është mbushur pra me padrejtësi dhe me
shkatërim. Nëse ne pra duam të jemi të lumtur dhe të shpëtuar në të dy jetët, të ndjekim pra profetin dhe Ehli Bejtin, sepse rruga e tyre është rruga e Kuranit. Cili do që ndjek pra rrugën e Kuranit, do të jetë prej të shpëtuarve edhe në jetën tjetër. Të respektojmë të tjerët, po ashtu të respektojmë të gjitha ata bashkohës, besnik të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të cilët sakrifikuan, u përpoqën dhe ndihmuan në përhapjen e mesazhit islamit. Të jemi pra gjithmonë në rrugën e Allahut. Sidomos në këto ditë, t'i marrim shembull. Fatkeqësia e madhe është se shumica e njerëzve sot kanë marrë si shembull një top modele apo një aktor. Jam i mendimit se ato telenovelat të përkthyera, ato janë më shkatërrimtare për familjen dhe për shoqërinë sot. Të bëjmë kujdes ndaj tyre. Të marrim shembull profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të marrim shembull Fatima Zahran, të marrim shembull Ehli Bejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në jetën tonë të përditshme. Ata na çojnë drejt shpëtimit, ata na sjellin pra paqë, harmoni, lumturi, mirësi në familjet tona, në shoqërinë tonë. Qofshim gjithmonë në rrugën e Allahut, në rrugën e profetit Muhammed, në rrugën e familjes së tij të pastër, në rrugën e shokëve të tij të zgjedhur besnik. Pra, qofshim të gjithë pra në rrugën e hajrit e të mirësisë. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala aulad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja qoftë Husejnit, paqja qoftë Aliut dhe bijën e Husejnit, paqja qoftë fëmijët e Husejnit, paqja qoftë shokët e Husejnit, paqja, bekime, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin me ju. Allahu ju ruaj të gjithë dhe kudo që t'jeni inshallah.